Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar menjëherë pas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese që përcakton qartë se përgjegjësia për konstituimin e kuvendit nuk i takon vetëm subjektit fitues të zgjedhjeve, por të gjithë deputetëve të zgjedhur. Përmes një postimi në Facebook, Kurti theksoi se aktgjykimi i kushtetueses është një mesazh i qartë për bashkëpërgjegjësi dhe një thirrje për gjithë spektrin politik që të veprojnë në interes të vendit, duke tejkaluar bllokadën institucionale. Obligimi për ta konstituar kuvendin është obligimi të gjithë deputetëve dhe jo vetëm i subjektit të parë, shkroi Kurti në postimin e tij duke ju referuar vendimit të gjykatës kushtetuese marrë ditën e djeshme. Në këtë frym Kurti tha se ka ndërmarrë një hap konkret për të nxitur dialogun dhe koordinimin ndërmjet partive politike, si kryetari i lëvizjes Vetëvendosje dhe përfaqësuesi i grupit më të madh parlamentar të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Ai ka ftuar të gjithë liderët e partive të përfaqësuara në kuvend në një takim të përbashkët. Takimi do të mbahet të shtunën në orën 16 me qëllim që të gjendet një zgjidhje për krizën institucionale. Sot u jam drejtuar të gjithë krerëve të subjekteve të përfaqësuara në legjislaturën e 9 me ftesë për takim të përbashkët në përpjekje të radhës në funksion të konsensusit për konstituimin e kuvendit, shtoi Kurti duke lënë të kuptohet se mungesa e konstituimit të kuvendit ka ardhur si rezultat i mungesës së vullnetit politik dhe koordinimit me subjekteve. Ai theksoi se qëndrimi i gjykatës kushtetuese është një shtytje për të gjithë deputetët që të marrin përgjegjësinë e tyre për të mundsuar funksionimin e institucioneve normale. Në postimin e tij Kurti u shpreh se koha e lojrave politike ka kaluar dhe se vendi ka nevojë për një qeverisje të qëndrueshme për të përballuar sfidat sociale, ekonomike dhe ndërkombëtare. Ftesa për takim vjen në një moment kur vendi po përballet me një situatë të tensionuar politike pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit, të cilat i dhanë fitoren relative lëvizjes Vetëvendosje, por pa shumicë absolute për të formuar vetë institucionet. Bisedimet mes partive kanë qenë të ngadalta dhe të karakterizuara nga mungesa e kompromisit, duke sjellë kështu një bllokadë në konstituimin e kuvendit dhe krijimin e institucioneve të reja. Reagimi i Kurtit shihet kështu si një përpjekje për të ndalur përshkallëzimin e situatës dhe për të dhënë sinjale për bashkëpunim institucional. Megjithatë, mbetet të shihet nëse partitë opozitare do t'i përgjigjen pozitivisht kësaj ftese dhe nëse do të arrihet një marrëveshje për të kaluar në fazën e konstituimit të kuvendit. Në fund të postimit të tij, Sakaq Kurti i bën thirrje të gjithë deputetëve të tregojnë përgjegjësi politike dhe shtetërore, duke theksuar se ky është një moment kritik për të ardhmen institucionale dhe demokratike të Republikës së Kosovës. Nëse takimi i së shtunës rezulton i suksesshëm, ai mund të shënojë një hap të rëndësishëm drejt zhbllokimit të krizës dhe krijimit të një qeverie funksionale pas një periudhe shumë të pasigurt politike që ka karakterizuar pas zgjedhjeve të fundit në Kosovë.